Afrim Qëndro është emëruar në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pas largimit të Dallandyshe Bicit. Deri pak ditë më parë, Qëndro ka mbajtur detyrën e prefektit të qarkut të Tiranës. Qëndro ka patur një sër detyrash të rëndësishme të larta publike, ashtu si kundër edhe politike, si koordinator elektoral i Partisë Socialiste në qarqet e Tiranës dhe Vlorës, si dhe antar i Asamblesë Kombëtare. Fillimisht Afrim Qëndro ishte drejtuesi ndërmarrjes numër 1 në Bashkinë e Tiranës, mëtej drejtuesi i Inspektoratit Ndërtimor të Tiranës, drejtuesi i Autoritetit Rrugor Shqiptar, nënkryetari i Bashkisë së Vlorës dhe së fundmi prefekti i qarkut të Tiranës. Afrim Qëndro u prezantua në detyrën e re këtë të premte nga Ministri e Brendshme Albana Koçiu. Ministria Koçiu tha se Afrim Qëndro është një profesionist i sprovuar në shumë detyra, ku ka treguar maturi dhe një profil të lartë drejtuesi në menaxhimin e sfidave komplekse dhe koordinimit ndërinstitucional, duke fituar respektin e kolegëve dhe besimin e qytetarëve. Afrim Qëndro do të marrë detyrën e drejtuesit të Inspektoriatit të Mbrojtjes dhe Kontrollit të Territorit. Një detyrë e cila në vetvete mbartë sfida, po gjithashtu dhe një përgjegjësi të madhe, sa i përket zbatimit të lishmërisë dhe mbrojtjes territorit. Afrimi në fakt vjen nga një eksperiencë e jashtëzakonshme në institucionet publike dhe ka treguar se me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij di të krijojë ekip, skuadër, por edhe të kërkojë detyra të respektohen dhe zbatohen ashtu siç duhet. Për Afrim Qëndro, detyra e re si drejtori i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit është një vlerësim shumë i rëndësishëm. Atëherë unë shoh si vlerësim dhe besim të shtuar detyrën e re të rëndësishme që më është ngarkuar. Mendoj që kontrolli mbi territorin për parandalimin e të gjitha shkeleve është shumë i rëndësishëm se sa prishja objekteve pa leje. Natyrisht, puna në ekip e këtij institucioni duhet të jetë e përgjithshme, transparente dhe në funksion të ligjit. Për Afrim Qëndro, kjo është një detyrë ku sfida është po aq e madhe sa përgjegjësia për të garantuar ligjshmërinë dhe mbrojtjen e territorit. Disa vite më parë, Afrim Qëndro mbajti pozicionin e nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës, duke mbuluar çështjet e infrastrukturës dhe ku ka spikatur për angazhimin, kontributin dhe risit që solli.